Rritja e çmimeve në shumë prej destinacioneve turistike më të njohura në botë, po i shtyn udhëtarët të kërkojnë vende ku përvoja e udhëtimit justifikon më mirë shpenzimet, shkruhet në faqen e njohur turistike Travel of Path. Sipas një vlerësimi të bazuar në përvojat e udhëtarëve që kanë eksploruar destinacione të ndryshme, ende ekzistojnë vende ku turistët mund të shijojnë natyrën, kulturën, ushqimin dhe mikpritjen me një kosto më të përballueshme. Në këtë panoramë përfshihet edhe Shqipëria, e cila ofron plazhe, peizazhe natyrore, trashëgimi kulturore dhe gastronomi të pasur, duke mbetur një alternativë tërheqëse për turistët që kërkojnë të marrin më shumë vlerë për paratë e tyre. Në listën e përgatitur nga Travel of Path renditen 12 vende që ofrojnë një raport të favorshëm mes kostos dhe përvojës turistike, duke i bërë ato zgjedhje interesante për udhëtarët që duan të shmangin çmime të larta të destinacioneve më të frekuentuara. Shqipërinë e konsiderojnë si një bukuri të paprekur dhe të ashpër të mesdheut përpara se turmat ta zbulonin. Ndërsa të gjithë të tjerët luftojnë për një hapësirë të shtrenjtë si një çadër në Greqi ose Kroaci, Shqipëria është aty pranë duke ofruar të njëjtin det, ion me ngjyrë blu elektrizuese. Ajo është sekreti më i ruajtur i Evropës lindore. Merrni me qira një makinë dhe udhëtoni në përqafën e Llogaras përgjatë Rivierës shqiptare. Është edhe një rrugë bregdetare drejtadreda dhe jashtëzakonisht dramatike, përveç tunelit që ju çon në qytete mahnitëse bregdetare, ende të paprekura nga turizmi masiv si Himara. Nëse kërkoni lartësitë, drejtohuni në veri drejt bjeshkëve të Nemuna. Mund të ecni në shtegun spektakolar nga Thethi në Valbon, duke qëndruar gjatë rrugës në bujtina familjare të lira, të cilat shërbejnë vakte të shumta të përgatitura me produkte nga ferma në Tryezë, shkruan Travel of Path.